Ki kujdes vlla ime dhe motra ime. Kur mos e thyje një zemër ose një shpirt. Kur mos e poshtro dikënd. Mos e shkel dikënd në dignitetin e tij ose në karakterin e tij, në jetën e tij, në njerëzillikun e tij. Sidomos atë që kujton se e ke poshtë vetes, edhe mundesh nga çdo anë. Edhe e ke të paketuar, nuk ka ç'a të bën asgjë. Edhe të shkosh e ti hysh në hak, duke i marrë pronën, duke i marrë pasurinë, duke i marrë nderin ose dignitetin, duke i prek gjakun me të padrejtë, ose duke shpif për te, e duke i saju muhabete. Sot është bogullaj në rrjetet sociale, udh njoni i gjohë dhe të gjithë gati, shqyqyr, ja, doli edhe ky, pas ka qenë edhe ky pisanjos, pas ka qenë edhe ky i poshtër, pa u vërtetua si gjohë, thjesht udh diçka. E fillojnë problemet pastaj për njeriu, subhanallahi alazim. Subhanallahi alazim. Njerëz pa përgjegjësi, të cilët mund të prekin këdo, edhe mund të flasin për këdo. Pasha Allahun ka Zot lart. Nëse je mundu me verifiku edhe me pa që tjetri, domethënë nuk ka problem, pse duhet me shpërndat keqen, apo me zi pret se e ke zemrën të keqe, edhe me zi pret që dalje e keqja për dikë ta suportosh, subhanallah. Edhe ta ndihmosh të keqen, vallahi, kini frikë Allahun xheleshan.